Vetëm pak javë pas skandalit të përsëritur të helmimeve në Akademinë e Sigurisë, kompania Sori AL ka ndryshuar zyrtarisht pronar, por dokumentet e shitjes dhe historia e marrëdhënieve mes personave të përfshirë ngren pikpyetje nëse kemi të bëjmë me një transferim real të biznesit apo vetëm me një ndryshim formal të emrave. Kontrata e shitjes është firmosur më 29 qershor 2026, vetëm 4 ditë pas helmimit të dytë të studentëve të Akademisë së Sigurisë. Sipas saj, Alma Tafani i ka shitur aksionet e kompanisë Ramazan Trokës për rreth 36 milion euro, shuma që parashikohet të paguhet në 3 këste vjetore. Në pamje të parë, duket si një shitje e zakonshme. Megjithatë, lidhjet e mëparshme mes palëve tregojnë një histori krejt tjetër. Ramazan Troka nuk është një emër i ri në këtë aktivitet. Ai ka qenë pronarin kompanisë KPL, të cilën e bleu në vitin 2007 pikërisht nga Alma Tafani. Më pas e administroi për vite me radhë derisa në qershor të vitit kaluar ja shiti sërish po Alma Tafanit. Vetëm pak javë më vonë, Tafani e shiti KPL te Mario Haxhi Meri për rreth 45 milion lek. Por brenda një periudhe të shkurtër kohore, dy kompanitë më të mëdha të cateringut publik, Sori AL dhe KPL, kanë ndryshuar pronar, por emrat që shfaqen në dokumente janë të njëjtët që kanë qarkulluar prej vitesh rreth këtyre bizneseve. Dokumentet tregojnë gjithashtu se Sori AL dhe KPL kanë një histori të përbashkët. Të dyja kanë qenë më herët nën kontrollin e Nikoliniakës, ndërsa më pas kaluan formalisht tek Alma Tafani dhe Ramazan Troka. Megjithatë, kontrata qiraje, përdorimi të njëjtës adresë lije dhe marrëdhënie të tjera biznesi të dokumentuara sugjerojnë se lidhjet mes kompanive kanë vijuar edhe pas ndryshimeve të pronësisë. Kjo histori merr një tjetër dimension në dritën e skandaleve të përsëritura me ushqimin në Akademinë e Sigurisë. Vetëm brenda pak muajsh janë raportuar 2 raste helmimesh masive të studentëve, ndërsa më parë kanë ekzistuar edhe episode të ngjashme. Pas rastit të parë të këtij viti, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit bllokoi përkohësisht aktivitetin e kompanisë, por vetëm pak ditë më vonë lejoi të rifillonte punë, duke deklaruar se analizat nuk kishin gjetur probleme në mostrat e ushqimit. Në 6 vitet e fundit, Sori AL dhe KPL kanë përfituar së bashku mbi 45 milion euro nga kontratat publike për furnizim me ushqime të spitaleve, burgjeve, reparteve ushtarake dhe institucioneve të tjera shtetërore. Ndryshimi i pronarëve i ndodhur menjëherë pas skandaleve që kanë shoqëruar aktivitetin e kompanisë së bashku me historinë e marrëdhënieve mes personave të përfshirë, shton pikpyetjet nëse kemi të bëjmë me një ndryshim të vërtetë të kontrollit të biznesit apo vetëm me një riorganizim formal të pronësisë. Sinjalet janë se Ramazan Troka është prestanome, pasi në prapasken janë Nikoliniaka me gruan e tij, por vetëm sa duan të ruajnë imazhin.